Në vazhdimsi edhe video që i poston në rrjetet sociale ke një çantë në të cilën e mban vajzën gjatë gjithë kohës në krah, del me të në natyrë, bën aktivitete të shumta. A është e rëndë? Si është për ty? Nuk është fare e rëndë, është gjithsej afër 20 kg i kam krejt në shpinë, po në të njëjtën kohë po e shoh edhe lajmet paraprake i posh me viroza, domethënë viruset të ndryshme, është koha e viruseve. Është koha e dimrit edhe këto, sezona e dimrit është shumë e ftoftë për shkak të erërave që janë këto. Edhe mendoj që këto ecjet e përditshme më kanë ndihmu qoftë mua dhe fëmin që mos me pas ndonjë virus, sepse e kemi përballë të ftoftin, të dyja së bashku. Çanta nuk është e rëndë, ndoshta edhe unë jam mësu prej maleve të ungjit, edhe ka qenë për mua se një përvojë, edhe është kënaqësi e madhe sepse për vajzën është shumë interesant prej lart, me pa natyrën, edhe komunikojmë, kështu që ngadalë sepse tash unë flas shqip, bashkëshortin e kam amerikan, kështu që është duke i mësu të dy gjuhët. Kënaqësia ime më e madhe është që kur po jap drejtimet në gjuhën shqipe, po i den, por po i den edhe në gjuhën angleze. Po mundona maksimalisht që me përfshi në jetën tem, qoftë edhe në vrapim, e marr në karrocë, nuk e ka problem, ndoshta sepse qysh në muajt e parë e kam mësu në një farë forme, sepse në fundit fëmeu bëhet e ka rol, e ka model, domethënë ata që përkujdesen për të, mos e shumti, e në këtë rast jemi ne, unë, dhe nuk e ka problem fare. Domethënë dalë, kosgjatja është 1 orë e gjysmë, 2 orë, edhe që më ka pështu shumë, është gjithë dhënia që nuk e kam dalë ende, jam në muajin e 19, ekskluzivisht, domethënë pa shishe, pa kurrë, domethënë gjatë ditës edhe natës, jam gjithçka e sajna, por edhe ajo është gjithçka e jemja, kështu që jemi si dy qenie të pandashme, edhe po e shijoj shumë, është shumë e vështirë, por jam e bekuar prej Zotit që kam fëmijë, edhe po mundona që me marr për bazë gjithë ato këshilla që i kam marrë prej prindve, të cilat janë rritë dhe janë bë gjyshër, për shembull, edhe ju kam bë pyetjen cila është diçka që kishe pas qef me e kthy edhe me bo, edhe përgjigja gjithve kish me qenë me qëndru sa ma shumë me familje, mos me punu shumë, sepse fëmijët rriten shpejt edhe nuk mundesh me kthy kohën mbrapa. Derisa punën, karrierën, paret, financat, krejt mundesh mi mrinjet, por diçka që ka s'mundesh është që kjo, domethënë duart e vogla, dashnia, që kjo kontrollan, kuptimin, me dëgju, me i bo gjanat bashkë, këto nuk mundesh asnjëherë me kthy kohën mbrapa. Kështu që po mundona maksimalisht, aq sa më jep Zoti mu jetë, me jap kohën tem me fëmijët, edhe deri tash më ka shku mirë, kështu që të shohim çu ka më shku në vazhdimsi. Tutje.